Problem kam pos ulemoja atje me një pjesë të jugut të Arabisë Saudite, poshtë atje, gati të Jemeni. Nuk kanë pranua ata, musliman po, musliman pasif, zdojna më ko musliman, na keni lëdh me këta namazë, me këtë shania, na keni lëdh, mos me pirakije, mos me bodos, ma të burra gro bashke, na nuk dojna kështu. Dojna mu konë, do të thot, të përparum në thëjza, se përparimi nuk arrit me raki o lazni, e me punë të liga, e punë të pesta. Edhe të dashurit e mi, djetarët kanë përdori, kanë që lej djetare kanë përzonë. Deri sa kanë mojtë mledhe urgjente, që është me aboti popullit. Pse? Nëse na nuk ndërhymi për t'i bind popullin, më këthin rrugën e Zotit, pas një kohë ata kanë mu asimilu. Kanë mu asimilu. Dan nga dal kanë mu asimilu. Asimilimi nuk vjen për njerë, asimilimi vjen dal nga dal. Edhe të dashur të mi, që kanë po? Një djetar ka thonë unë e shkaj. Mirë po ka thonë, dije që kur shkesh, Allahu alem a këthesh gjallë, to dije. Se ata kanë morë qëndrim rigoraz ndaj djetarve, ndaj hoxhallarve. Edhe kur ka moraj, ka shku të dashur të mi, sikur njëri i cili ka shit në trek, su shku si hoxh, pëse se kam pranu. Ka jetu me ta, ka shit patligjona, speca, tronguj, ka jetu me ta. Dan nga dal, ka jetu him deri sa e ka bind mosën se unë e jam i besushëm. Besimi vllazni. Kur njerëzit kanë besim, ata ty pastaj të falen gjithçka. Ata ty tani masanit besojnë gjithçka. Kur mungon besa, është shumë e vështirë me transmetu besimin. Shumë e vështirë. Çtu është ajo pengesa më e madhe. E na vllazni nuk do duaj me leju në asnjë rrethon. Unë nuk pranoj që në meset tona mu thellohen deku mes muslimanëve aktiv dhe muslimanëve pasiv. Që kjo qëllimi është. Se muslimanët aktiv i kanë përjashtu muslimanët pasiv. Nuk është e vërtet kjo. Edhe nuk dëshirojmë me thellu këtë hendek. Se edhe ata të cilët nuk vinë xhami, edhe ata e ndinë vetën musliman, sepse janë deklaruar si musliman. Mirë, po pse që në ardhën në xhami, është problem tjetër. E atë problem ju e keni të i kalu. E me lenë Allah edhe ata kanë me të i kalu. Por që të i kaluat kur ti morëm me të mirë, kur ti lusëm Allahun, kur ti bindëm ata, e kjo ko me arrit, sepse kjo arrit me dije, sinqer, të dal nga dal të dashur të mi, kjo djetari, ka thellu sa që thët, ka ardhë rosit thët, për hirë të interesit madhor, ndë një rastët kom shit edhe cigare. Deri sa e kom bind, se jam njeri vërtet, jam njeri sahi, edhe e kam mësu shkrim leximin fëmijëve, ja kam mësu, aj që po fletë të më gënë këto veni, unë e me full. Ja kam mësu shkrim leximin, ja kam mësu thët fëmijëve, dan nga dan, deri sa pas një kohë, prej ati vendit pasiv, ka do Zoti kejta i vend më shëndru aktiv. Kjo arrijet me punë, vlasni.